atje, nga Matano Oqeanit, në bregu Lindorës, e po ma thot, edhe është një njeri që është përplasur me Berishën që në 77-ën, se më vinte, thot Pietrufem, ma ka thonë, kam bisedat gjata. Romeo, ti ke bisedat gjata, ne kemi Berishës, ai është... Romeo, se pra ne... Romeo, dhe njëherë, që ta sjarëm, këj personi thot që një i afrëm i ti ka bërë Serveri është bërë kopje, kështu thotë, djenin e ti. Dhe ky e di ku që ka bërë kopjen? Po ky, ato që ka digjuar, ato po më thot mua, ato që ka... Dhe çfarë po thot konkretisht? Të po thot, është shirë serveri dhe një kopje e ka bërë thot vllai një ish ministri. Ta gjenë, kush është? Ta marrin dhe ata, mos ta lënë, pa e marrë. Po Karamuç është ekstraktuar. Jo, edhe mu më shkruaj nga Amerika, ndiqet shumë dhe në Amerikë, pa të përshikoj edhe unë. Jo për gjëra, jo për informacion. Po gjëra të tjera, po. Po interpretoj çka ka thonë Basha. Nëse e ka thënë kështu që ky person ne do të përgjigjim ata që do tentojnë të hyjnë, do marrin përgjigjen më të ashpër, do marrin më përgjigjen më të ashpër të mundshme ligjore. Me forcën e ligjit. Po, e ka lënë brenda kuadrit ligjit. Është kujdesur ta lërë brenda kuadrit ligjit. Kujdesën për ata. Tani, shiko, ka kaluar 15 vjet. Tani memoria ime është e fortë. Tani ne mendojmë. Po, memoria 52 vjeçare. Ne mendojmë që brenda erozionin e vet. Ne mendojmë që brenda zbatimit ligjit nuk ka vepër penale. Kjo deklaratë e zotit Basha si ministri brendshëm është deklarata më e anashkaluar nga reagimet, siç e thash real, edhe para 21 janarit. A mundet që kjo deklarat ti mos t'i ketë anashkaluar Spakut? Se ndoshta tash, unë e kujtoj... Spakut nuk i ka anashkaluar as libri i presidentit Topi, në të cilën janë dhënë disa detaje. Dhe zotit Berisha sot pak ju referua... Ato detaje, si që në kuptohet, kanë gjëra të tjera në background, për cilat është folur, por në kuptimin letrar asaj ka dashur tot në atë libër nuk ka qenë i gatshëm për ta shprehur. Mbase mund ta shprehë në një formë tjetër procedurale siç mund ta kërkojë Spaku këtë. Nëse e ka bërë këtë ose do ta bëjë në të ardhmen. Po edhe ajo është shumë sepse kryqëzon të dhëna me ato që thotë zoti Basha, me ato që thotë presidenti. Ajo të gjithë pjesa e dëmtimit të provave dhe të pengimit drejtësisë që kemi me i dënim minimal krahasim me këto dy vepra të tjera penale, ajo provohet atje. Pra pyetja që do t'i bëhet Bamir Topit dhe Ina Ramës, edhe ati prokurorit që ka dalë disa herë dhe provon që janë dëmtuar, janë vonuar thirrje atyre për të pyetur etj, të gjitha ato ta kanë ndarë mendjen, që thash edhe në parë. Më mirë po prishin provat dhe po dënohemi për shpërdorim detyre dhe prishje prova dhe pengim drejtësisë, sesa të dënohemi për vrasje. Tani unë mendoj që akuza për vrasje në rrethana cilësuese do provohet. Unë këtë ndjesi kam. Po sepse të mbrojtja ligjore, mbrojtja pas ligjit, e atyre vrasjeve është pothuajse e pamundur. Pasi në asnjë rast, qoftë i direkt, pasi nëse do të merr filmimet Koli, po edhe në atë rast është shumë e vështirë nga pamjet që janë publikuar, është shumë e rëndësishme për të parë që nuk ka pasur gjuajtur brenda ligjit. Nuk ka pasur sulmim të drejt për të hyrë atje dhe për shkonin pasaj për leshje trup me pasojë tjere, ato moment kanë bërë një vrasje pikërisht momentin që po shuhej protesta, dhe kjo vrasje, del me atë që unë thash, që nuk e përmendin tjerë, ka qenë një mesazh. Për mua ka qenë mesazh. Dhe ky është motivi. Ai mesazh, për momentin që po shuhej dhe tek njerëz tjerë me duan xhepa, si është Europa tani? Europa e ka parë, që nuk mund të prevalojë karrika jote. Dhe qoftë institucioni dhe muret, mbi të drejtën e protestës lirë, pavarësisht që e protesta ka pas dhunë, por përgjigja jote nuk ka qenë proporcionale. Nuk ishte protestë si tjerat, pa diskutim. Dhe tani këta akoma, dhe pse ka kaluar kaq kohë mbas 21 janarit, akoma nuk kanë rregulluar ligjin dhe për përdorimin e armëve të zjarrit raport me civilët. Pra, për forma tjera. Dhe ka lënë kështu këtë, me ato që në tjera. Vjen dorë vullnetit politik, pra një parti që nuk do përdorte kur dhunën mbi protestuesit, por keni drejt, duhet korrigjuar dhe profili ligjor. Dhe sot ne kemi një rënje komplet të një vrulli protestën. Qofse shqiptarët mund të ishin protesta për 1001 arsye, tani protestat janë vetëm politike, për arsye se në mënyrë të pavetdijshme frika shfutur. Dhe njerëzit thonë, nuk bëjnë dallim, ore këta të vrasin. Po mi që të vrasin me njerëzit që i kanë rrugëve dhe i kanë kështu kriminal pa licencuar, po me
në dorë. Me thënë vërtet, njerëzit tonë o Romeo nuk thonë fare këtë që thu ti. Sa ko del ai burri dhe i thret ato protestat poshtë vendit ku ka vrarë vetë njerëz, edhe demokratët më militant thonë, njerëz janë dhe ata dhe thonë, oke, shi boll, na qitë protest për gjëra tjera, mos na qitë për hallet e tua. Mendimi im këtë tani. Po dalë nga për hallet e veta, doktori, jo të mia. Jo më po thotë se të bëjmë gjëtani. Por vrasja e këtij është shkallën sipërore, se ka përdor shtetin. Po pra, pikërisht. Këtë po them, pra ka vrasje që ndodhin, po të cilat mundohet shteti të reagojë paktën në vrasja Arina, në forma de jure. Por vrasja, domethënë, ta bësh ti duke shfrytzuar strukturën shtet, e duke trajtuar pushtetin si pronë dhe shtetin si pronë, bile edhe si atu të paprekshme. Kjo duhet përfundoj. Pikërisht për këtë mentalitet përfundoj. Nuk është i gjithë shteti, më falë, se nuk është i gjithë shteti që ka bërë krimin, është qeveria. Dhe kjo është caktuar fare mirë, se shteti janë gjykatat, janë shkollat, janë populli, janë etj. Kjo është vrasje nga qeveria, dhe vrasje nga qeveria, më falë të lutem. Po them për shtet, organet ligjë zbatuese. Kjo është vrasje nga qeveria, në borën e qeverisë nuk është një vrasje që është bërë, sa ashtu më ndodhi, më shpëtoj një gjë nga duart. Ajo është një vrasje e planifikuar, është një vrasje e pa planifikuar me ligjë pa ligjë, është një vrasje që dënohet me maksimumin e një... Unë mundohet jemi sakt si pas përcaktimi dhe Strasburgut. Vrasje shtetërore. Vrasje shtetërore nuk është... Tu je i sakt dhe Berisha këto thot, vrasje shtetërore thot, po e Po pa dash. Vrasje qeverisë. E thashëm më parë, po e them prapë, po keni kapur një moment shumë të bukur. Te e pami aty, po pra, të përgjimit, i cili me insistim për kërkohet nga në spagut që të bëhet ekspertimi, për të dali certifikuar që ka qenë originali. Pse? Sepse ndryshimi është ky që ka pas 2 qëndrime në pak sekonda të ndryshuar nga vetë komandanti i gardës. Nga Andrea Prendi. Nga Andrea Prendi. Në momentin e parë, komandanti i gardës ju ka thënë të gjithëve urdhër me të kaluar gardin, pra vë kusht, po s'kalove gardin nuk qellohesh. Në fakt, mbas disa sekondash, ndron urdhrin dhe thot zjarr, ku asnjë s'ishte futur në atë gardë. Pra, po dakor, vetëm që ka vetëm një problem me gjë prap. Ajo me të kaluar gardin ishte urdhër politik. Më fal, si shtot Basha i natë përpara. Po pra, në perimetrin e brendshëm. Në bazë të ligjit përdorimit armëve. S'kishte hyrë akoma njëri. Po pra, edhe nëse ata do kalonin gardin. Por sa kohë nuk provohet rreziku eminent i jetës së gardistit, gardisti nuk mund ta përdorë armën mish. Por ky ndryshimi beft, më fal, po dakor. Ka gjuajtur nga 33 metra larg. Ky ndryshimi beft i qëndrimit në urdhra që mbahen, pra njerëve kushtin kalimi gardit, pas e tua zjarr, ku asnjë s'ishte futur në perimetër. Shikoj çfarë thotë. Pra vrasjet janë bërë në bulevard. Ai mjeku që kanë ngelur gjithë. Mjekët e parë thonë u bën nga afër. Në fakt janë bërë nga distanca. Pra duhet parë dhe ajo pjesë ku mjekët në turisni kanë firmosur ekspertizat e parë. Po pra, se këto po mi thotë pasere, nga që ka qenë dje, një deri diku, etj. Këtu është prekur procesi, ka dhe ajo dyshimet e vetë. Këtu është prekur procesin gjitha pikat. Në atë godin, Romeo nuk ndodhë, as frym nuk merë njëri nëse nuk do të urdhëronte Sali Berisha. Jo, më gjithë shtetin s'merë të frym njëri në atë kohë. Shumë e shkurtë, lidhja shumë e shkurtë, pse i bjem rrotull. Zotja sa i shpije është ai, dhe ai ka thënë, pa dyshim, dhe vetëm çfarë thot ai bëj aty. Dhe vetëm çfarë tha, shiko, Sali Berisha ka bërë një gabim shumë të madh se që shumë i sigurt. Që është shumë i sigurt në vrasje. Që është shumë i sigurt se ishte shumë i fuqishëm, më i fuqishëm se kur foli më pas. Jo, ai bëri një gabim shumë të madh që nuk sekuestroi Kufoma. Përderisa Kufomat janë që ka vdekur njerëz, nuk mund mos gjykohet një vrasje qeveritare. Po ta kishte bërë atë njësoj si Remzi Hoxhën dhe si të tjera, do kishte shpëtuar. Tjetër shpëtim nuk ka. Veç se të sekuestron të Kufomat dhe të mos gjendërshin. Në gjithë legislacionin perëndimor të botës, përderisa ka një Kufom, ajo pa tjetër çdo. Nuk ka krim nëse s'ka Kufom. Po pa Kufom. Mirë, ata e thonë, no badu no kaj, po aty ishte Sali Berisha nga budallogu. Mua më shqetëson shumë që askush nuk merret me ata që kanë zhdukur serverin, se aty fillon krimi më makabër, aty fillon dhe mosdëshkimi. Këtë thoshte edhe Strasburgu, si ka serveri ka provuar, ka provat e krimit të urdhrit, dhe ata e kanë zhdukur. Në këtë rast nuk jam dakord me Romeo, ata nuk mund të dënohen vetëm për dëmtim provash. Ata duhet dëmtohen për fshehje të vrasjes. Kjo serveri fshehja e vrasjes nuk është një lloj si të prishësh provat. Fshehja e vrasjes është
Shumë e Je rëndë. pjesë mbrasje. Edhe kjo e servit është histori e përmendur e Berishës, edhe për Gërdecin të njëjtën histori kemi, zhdukjen e servare të Ministrisë të Mbrojtjes dhe Ministrisë Drejtësisë. Donë, libra protokolli, servera, gjithçka këtu zhduket. Grisë fletësh protokolli, po. Edhe kjo të gjitha, edhe e njëjta familje është që